Qa mrekullie e botës, xhamia Sheikh Zayed në Abu Dhabi. Shikojmë çfarë pamje ka. Do t'ju jap disa të dhëna për xhamin, por për momentin e kam pak vështirë për arsye se është e pa lejushme që të flasësh brenda saj. Gjithsesi, do t'ju jap disa informacione më shumë. Dy nga gjërat e rralla janë shamdani, që po shihni. Është shamdani prej 10 metra i gjerë dhe me 15 metra i lartë, i përgatitur në një kompani gjermane me arë dhe me qindra mija pjesë të Swarovskit, i vendosur në kupolën kryesore prej 80 ca metrash lartë, në qendër të xhamisë, e cila ka dhe qilimin më të madh në botë, një qilim prej 5660 ca metra katror, i përgatitur në krajinën e Khorasanit në Iran, një copë qilimi i punuar nga 1200 artizan që kanë punuar më shumë se sa 10 vjet dhe që ka, po e quaj, zbukurimin floral tipik të botës islame. Për xhamin është përdorur mermer i bardhë. Shikoni gjithë. Mermer i bardhë i Carrarës në Itali, por po ashtu mermer grek, mermer i ardhur nga Pakistani dhe Maroku, sidomos për gurët e çmuar dhe për detajet. Është shumë e bukur kjo pjesa florale, e cila tregon harmoninë brenda besimeve fetare. Kjo është pjesa kur mbrin në hallin kryesor të xhamisë. Është e mrekullueshme. Xhamia ka 10 shamdan të këtyre përmasave. Është absolutisht një mrekulli. Xhamia nisi ndërtohet, nisi nga brenda për t'ikur jashtë. Xhamia nisi ndërtohet nga Sheikhu Zayed, prandaj mban emrin Sheikh Zayed Grand Mosque. Prapë jam në hallin kryesor, shihni çfarë pamësh. Edhe shamdani me ngjyra të tjera. Është kryevepër. Dera madhe, dera tjetër. Këtu hy në kolonadën që të çon në oborrin e brendshëm. Sheikh Zayed e nisi ndërtimin e xhamisë në vitin 1996. Ai desh ndërtonte një xhami që ishte nga më të bukurat në botë dhe një nga më të famshmet. Fakt ndërtoi një mrekulli në Iran. Shikoj sa e bukur është. Çdo gjë është me motive florale dhe çdo gjë e bërë me dorë. Shifeni si janë të punuara me dorë. 1090 kolona që shprehin harmoninë fetare në Shqipëri. Ky është oborri i brendshëm. Do t'ju tregoj deri në pjesën e jashtme. Sheikh Zayed, po i thosha, filloi të ndërtonte në vitin 1996, po i ndroi jetë në vitin 2004, pa arritur ta shohë xhamin. Kështu që ajo u ndërtua më pas nga pasardhësit e tij, ka kushtuar rreth $600 milion. Edhe kjo është pamje e mrekullueshme, është sa e bukur. Është kolonada. Xhamia është një nga 10 më të mëdha në botë, është sa e bukur. Pjesa e jashtë është pjesa e bazeneve të ujit, shifini. Kjo tregoj edhe nga jashtë
shkoj edhe në pjesën tjetër. Po vazhdoj deri këtej ta tregoj edhe një çik më shumë dhe më pas. Sërish një pjesë tjetër. Kjo është pjesa ku shkom për të falur. Pra di nuk mund të hysh në këtë pjesë xhamis pa hequr kputucët dhe pa pasur, po themi, dëshirën për të falur. Pjesa këtej. Ndërkohë nga jashtë është e mrekullueshme. Xhamia ka 4 minare nga 107 metra të larta, 82 kupola dhe 1096 kolona, këto kolona. Ajo është 22 metra katrore madhe dhe mban brenda 140.000 njerëz. 40.000 njerëz, duke u bërë një nga xhamit më të mëdha të globit, një nga 10 xhamit më të mëdha të globit, është momenti faljes dhe një prej kryeveprave të botës. Arkitekti i saj ka qenë sirian. Më pas kanë punuar kompani gjermane, austriake, por britanisë madhe, por kryesisht janë thirrur kompani vendase të Emirateve të Bashkuara Arabe. Pra jemi në momentin e faljes. Këtu mund ta shohësh nga jashtë natën pamja është më manice. Xhamia u ndërtua për nder të Sheikh Zayedit, domethënë nisi ai dhe u mbarua dhe mban emrin e tij. Ka qenë themeluesi i Emiratet të Bashkuara Arabe dhe njeriu që rriti prosperitetin e Emirateve, njeriu që i ktheu Emiratet nga një vend peshkimi dhe gjuetie perlesh në një nga mrekullitë ekonomike të botës. 3.000 punëtorë dhe 38 kompani kanë punuar për ditë, sidomos për punimet e dorës, shifeni tani pamjen. Për 11 vite rresht. Sot kjo është një nga 10 xhamit më të mëdha të globit. Kishte shandanin më të madh të globit që tani e kaloi xhamia e Moskatit. Ndërkohë që edhe pjesa e kupolave, ndërkohë që ka qilimin më të madh të një xhamie në botë, thash 5.660 ca metra katror, konsiderohet një prej objekteve më të rëndësishme të harmonisë së plot fetare në botë, është vizituar nga shumë personalitete të njohur, është absolutisht ikona e Abu Dhabit. Kur them është ikona, është realisht ikona e Abu Dhabit, është vizituar që nga mbretëresha anglisë e deri tek, nuk e di, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po papa e shumë personazhe të tjerë, dhe është ngritur në hyrjet e Abu Dhabit në një moment në një vend shumë impozues. Nëse ka një mrekulli, është padyshim kjo xhami, një prej mrekullive të botës arabe dhe jo vetëm, nga Abu Dhabi, një përshëndetje.